Nëse njeriu nuk e fal namazin, a duhet të ketë frikë nga vdekja? Po. Se vdekja është fillimi i jetës së ahiretit. Fillimi i E vërtet. në ahiret nuk do të lihemi rahat, sikur se thënë disa. U prefsh në paqe. Pushon në paqe. Qofti lehtë dheu për ty, ose thënë u rahatu tash. Sladok dom. Sladok dom. Ekipo do. Poste në poqivalisht e më thënë. Poste në poqivalisht do të thonë vend pushimi i fundit. Këtë çështë të qetë, mirë, rahat, pushim. Nuk është çështë. A realiteti Othmani radiallahu anhu ka qenë për ashabët që ka pas zemrën më të butë, ka qajtë shpesh. Edhe kanë pa të qajtë më shumë tek varri se sa në namaz ndonjëherë. Edhe kanë vetë, po përmendet xheneti, xhehenim, nuk po qanë shumë. Kur ta përmendim varrin, ose kur ja afër ndonjë varrit, po qanë shumë. Çka thotë Othmani thotë? El qabru awwalu manazil al-akhirah. Stacioni i parë i ahiret është varri. Faman naja fihi fama ba'da dhalika ahwan. Kush shpëton brenda varrit, ajo që vjen pas varrit është më e lehtë. Është më e lehtë. A kush nuk e kalon me lehtësi në varr, ajo që vjen pas asaj është shumë më e vështirë dhe më e rëndë. Prandaj mas vdekjes për ata që s'falën namazi, vjen koha e llogaridhënies. Kur do t'i jepet libri veprat e tij. Kur do t'i bëhet skanim i detajizuar i çdo çdo milisekond të jetës së tij. Si e ka kaluar? Kur e kanë dëgjuar ezan, hayya ala salah, pse s'është përgjigj? Kur ka ardhur muaji Ramazan, pse s'ka agjeruar? Kur e ka dëgjuar urdhën e Allahut që të sjellë mirë ndaj prindërve, pse nuk ka pasur, pse u ka grind me njerëzit, pse ka qenë i dhunshëm, pse ka përgoju, pse ka vjedh, pse ka mashtruar. Do të kreet këto tash i shfaqen. Edhe gjëja e parë për të cilën ka dhënë llogari do të jetë namazi. Temën të cilën e flasim. Po, tema për të gjëja e parë për të cilën ka marrë llogari njeriu është namazi. Pastaj përse e tjerë. Nëse namazi ka rregull, e tjera të ketë në rregull. Shikoni, namazi ka rregulluar krejt pjesën tjetër të jetës. S'ka namaz, edhe pjesa tjetër e jetës, edhe detyrimeve, obligimeve, adhurimeve nuk do t'i kesh si duhet nëse se ki namazin si duhet. Prandaj është shumë i realt momenti se ne duhet të frigohemi për vdekjes nëse në atë botë shkojmë pa namaz. Ose nëse në atë botë shkojmë pa detyrën kryesore mas shahadetit. E ti tash bëni llogaritë tuaja. Zgjedh vet. Bëni llogaritë tuaja, bëni matematikën tonë, edhe mos u mundo me bëni matematikë sikur se bëjnë do tregtar me mashtru këtu me marrë këtu me amshef do harxime edhe me vjedhat punëdhënësin, por bëni matematikën atë në mënyrë të sinqertë. Sepse në atë botë ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah e din edhe syrin çka do me mashtru, edhe ata që është brenda krahërorëve tonë, brenda gjykës që mundohemi me mshef, kretë ato i di Allahu subhanahu wa taala. Edhe të voglin. Allahu çka thot për librin e ditës së gjykimit? Do të thënë njerëzit, mali hadha al-kitab, çfarë libër është ky? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Nuk e kalon asnjë vepër të madhe, asnjë vepër të vogël pa e regjistruar. Pastaj melekët që zaventëson tek ne në kohën e sabat dhe në kohën e qindis. Shka thot kur shkojnë tek Zoti thot i lam duke u fal. Ato që vinë thot i gjetën duke u fal. Prandaj namazi është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së besimtarit. E nëse ti mendon se mundesh me qenë i mirë, sikur se kanë qef, unë e kam zemrën e mirë, unë e kam shpirtin e mirë, human jam. Unë jam human, unë kur kujt si kum bo keq, unë jam njerëz që i kanë ndihmu të tjerë. Ti ki ndihmu të tjerë, për vetes i ki ndihmu. E ki lanë vetveten, pa ja dhoni ilaçin
që të mban jetë, ilaçin që të mban jetë. Dhe përmendëm pak më herët, terapia, ka terapi që ka është mund të marrë më, po ka terapi pa të cilën s'ke jetë. Namazin kuptoje pa terapi, do të thonë namazin kuptoje si një terapi pa të cilën s'ka jetë. S'ka jetë të vërtet. Allah na ruajtë dhe na udhëzoft sona. Amin, amin. Çështja e namazit është shumë e rëndësishme. Inshallah Allah na vendison. Edhe na kthen në faljen e namazit, që të falim në mënyrë më të mirë. Amin, inshallah. E të falim namazin sikur që me qenë namazi janë i fundit. Pejgamberi sa shpeshherë kur ka para se hyjë në namaz, i ka porosit sallu salatel muaddia. Falni namazin atij që përshëndetet. Vetëm ta paramendojmë dikush është i dënuar me vdekje dhe po i thënë ai dhe falë 2 rekat të fundit. Sa me ushuj. Çfarë namazi i shkon?